Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil khalqil mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun xhalla xhelalu. Atë e falenderojmë, prej tij fale, udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamarli, të nderuar vëllezër miq, fillimisht e lutim Zotin e Madh xhalla xhelalu me të gjitha emrat dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu xhalla xhelalu agjërimet tona t'i bëjë qabul. Pjesën e kaluar të Ramazanit që jemi munduar ta mbushim me vepra të mira, larg veprave të këqija, na mundson Zoti jon te bareke ve teala që për pjesën e mbetur, e që është pjesa më e ëmbël e këtij Ramazani, Allahu na e shton energjinë, na e shton takatin, na e shton shëndetin dhe vullnetin për të vazhduar në veprat të cilat na afrojnë afër Allahut subhanahu wa taala. Falenderojmë Zotin e Madh xhelle xhelalu për çdo të mirë që na e ka dhënë dhe në krye të këtyre të mirave që na mundsoi dhe ta përjetojmë edhe një Ramazan. Falenderojmë gjithashtu krye Nikoqirin e kësaj xhamie, hoxhën e nderuar për ftesën e bërë edhe këshillin e xhamis, që t'i ndajmë disa minuta bashk, shfletojmë nga libri i Allahut dhe nga fjalët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, që të shtojmë imanin ton, që ta shtojmë afërsinë me Zotin ton xhelle xhelalu. Të nderuar xhamarli, besimtarit në Ramazan asnjëherë s'ka mundësi që t'i vjelë të gjitha të mira. Asnjëherë s'ka mundësi që Ramazanit me i shku deri në qësh. Pra gjithmonë neve na mbesin diçka e cila duhet në Ramazanin tjetër ndoshta me e përmirësue. Sikur që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, mes xumaje dhe xumaje, mes Ramazanit dhe Ramazanit. Për çfarë arsye? Nga se mbrana Ramazanit, mbrana dy Ramazaneve ne bëjmë mëkate, ne bëjmë gabime. Andaj shpesh herë mendojnë njerëzit se kur vjen një Ramazan, a thu vallë, ende unë kam për të bërë diçka, a ende kam për shtu diçka. Andaj mos harroni se gjithmonë në Ramazan ka diçka e cila nuk është marrë në Ramazanin e kaluam, dhe gjithmonë do të mbet diçka e cila do të jetë për Ramazanin e ardhshëm. Për këtë arsye, gjithmonë në Ramazan mbesin mësime dhe ligjërata dhe edukata të cilat duhet ti marrim nga ky Ramazan. E ne do të mundohemi sot me lein Allahu te bareke ve teala që ti ndajmë disa prestacioneve çka marrim ne për këtë Ramazani. Ramazani të nderuar xhamarli, në aspektin juridik është i thjeshtë. Lënia e ushqimit dhe pijes dhe marrëdhënieve intime nga një kohë e caktuar e cila është sifiri deri një kohë tjetër të caktuar e cila është iftari, që kjo juridikisht kush nuk ha dhe nuk pi prej në sifir deri në iftar ka ninue, ka agjërue. Mirë, po kjo është vetëm juridikisht. Sa i përket pranimit, sa i përket vjeljes së frytave, sa i përket përjetimit të shpirtit, sa i përket gdhendjes së karakterit, sa i përket që të merr titullin agjërues, tu ka dhe një varg veprash të tjera të cilat duhet t'i bën. Për këtë arsye të nderuar xhamarli, gjithmonë në Islam funksionojnë gjëra çfarë? Në faktor të përvashkët. Është namazi, është agjërimi, është zekati, është haxhi, janë lënia e harameve. Këto funksionojnë bashkë për ta dhënë çfarë? Për ta dhënë një efekt. Për shembull, drita, energjia, rryma, çish funksionon? Funksionon vetë bashkë? Jo, i duhet për shembull teli, i duhet shtymja e rrymës, fuqia, i duhet ai mjeti i cili e lokalizon rrymën që me ta dhon veç çtu, dhe sa i duhet me voltazh të caktuar, pastaj duhet ai feneri me punu edhe në fund më ka drita. Pra janë një varg faktor, edhe ti kur e shtyp pullën aty këtu ka drita. Ti e ke po veç me pull, ama ajo pulla ju jep signal të gjitha veprave që të funksionojnë. Për këtë arsye të nderuar xhamarli, Ramazani është mbledhja krejt veprave me një vend. Andaj ti e gjen Ramazan ki namaz, tash na pres me fal taravin, ki agjërim, ki lexim Kur'ani, ki e sadaka, ki e vizit familjarve, ki një varg veprash, të gjitha këto e bojnë Ramazanin dhe e bojnë shiretin në Ramazanit. E ne shpesh herë çfarë bëjmë vëllezër? E cungojmë, e copzojmë, e marrim një pjesë dhe e lënë një pjesë, andaj edhe shpesh herë s'na funksionon neve Ramazani. Nuk na nxjerr ata të cilët Allahu don me na nxjerr. Për këtë arsye duhet mundal çka synon ne Zoti pe neve te bareke ve teala. E para të nderuar xhamarli që duhet ta kuptojmë Ramazan. Gjëja e parë, apo e kësaj neje, për ndryshe Ramazani ka shumë të mira dhe shumë mësime që na jep. Mësimi i parë është çfarë?
I thojnë gjuna arabe gjiddije, kuwe. Kur ja ka zbrit Allahu xhelalu pejgamberëve librin, si i ka thënë? I ka thënë për shembull Jahjes alayhi salatu wassalam, "Khudhil kitaba biquwa." Kur ta mirësh librin, merre me kuvet. Çka i bie me kuvet të ndëruar xhamarli? Kan komentuar dietarët me seriozitet. Serioz. Çka i bie serioz? Kur ti një çështje e ke shumë rëndësi për ty, kur ti e ke prioritetin ata, kur ti nuk ban pa ta. E tash, në Ramazan, çka do të më mësuna të ndëruar xhamarli? E mësojmë seriozitetin. A është serioze për shembull ti sifirin me lan vaktin e vet? Seriozo? Nuk mundesh ti për shembull me lut me sifir. Apo se s'ka lidhje, edhe mas 2 orë, jo. Kjo punë serioze, i ka dakikat e veta. Iftari ka dakikat e veta, taravia i ka dakikat e veta. Një ditë mes me agjëru të Ramazanit, pa arsye, e kanë pyet njërin dietarëve të mëdhtë të muslimanëve. Shikoj se është serioze. Ka thonë hoxh, unë e kam prish Sufjan e Thaurin e kam pyet. Ka thonë unë e kam prish një ditë Ramazan pa arsye. Ka thonë ku buj me zavencu këtë ditë? Ka thonë mundesh veç me një vend me zavencu. Ku të vjen në Ramazani tjetër. Ka thonë po Ramazani tjetër i ka ditë të veta. Ka thonë po nuk kompenzohet kjo punë. Nuk po ta gara me këtë punë. Andaj është një ditë, po nuk zavencohet mas sen. Për këtë arsye, nëse i merr krejta veprat në Ramazan, kanë seriozitet. Andaj Allahu me sifir edhe iftar, me taravi, me këtë këto disiplina, çka po na mëson? O ju musliman, bëhuni serioz. Si takon besimtarit mos më kon serioz. Çka i bie serioz të ndëruar xhamatli? Kanë ardhur na nuk e kuptojna. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam në hadith, në dua, Allahumma ajurni minan nar. Ka bo dua shpesh pejgamberi alayhis salatu wasallam, ka thënë o Allah, liron pizjarmit. O Allah, liron. Çka i bie liron? Fjala ajurni ku është kur dikush o mrena e kërkon me dal jashtë. Osh mrena kërkon me dal jashtë. Pra sikur ai e paramenon ka hin zjarr, o Zot liron. Pra nxjerrën prej zjarrit. A ka hin pejgamberi sa nxjerr? Jo, asnjëherë nuk e. Madje ka transmetime se kur dalin njerëzit përpara Zotit xhelle xhelaluhu, krejt njerëzit janë të destinuar mi hangër xhenemi. Përveç Muhamedit alayhis salatu wassalam. Del pejgamberi sa përpara xhenemit, xhenemi kur gjosën i ban. Nëse Allahu xhelalu ala erun, Allah xhenemi do të largojë ti o Muhammed. Largoju ti se këto tjerë do ne i di çka ju kallzoj. Apo këtë kjo çka argumenton të ndëruar xhamatli, sepse pejgamberi sa ka bëu doa që të na mëson neve. Nuk ka mundësi një rob me shpotu pi zjarrit xhenemit deri ta lutë Allahun sikur omrena. E kur ta lutë sikur omrena, çish e lut? A e ke pati kur të hip temperatura 40, o Zot i madh largoma. Se ti jetë përjetu nxatin, ti jetë përjetu vështirësinë. A e di kur don sprov? Ndryshe njëri ban sprov, dua, ndryshe kur ka komoditet. A ban ndryshe? Apo, e tani, shembull ka shumë. Merre për shembull kështu. Nëse njeriu runa Zot e ka për shembull evladin në spital. Apo e ka babën apo nanën në spital, apo një të dashamir e ka duke operuar. Apo, edhe tash, kur hin mjeku aty me operuar, çuçi dridhet zemra babës, çuçi dridhet zemra vllavit, çuçi dridhet zemra nanës. Çdo lëvizje doktorit e përcjellin. Ai sa ta çelë derën ma mirë, a du shku në rregull. Këto çka argumentojnë se ai çka një shtrim por operim më serioz për këtë. Po problema për këtë. A dashni për këtë. Të ndëruar xhamatli, sa njerëz i shohin i ulin kokat, pse do djalë jam te operaci. E ul kokën, ban dua, o Zot, shpëtoje eksumerat. Kjo çka argumenton se punën e ka serioz. E tani dalmi këtu te Ramazani. A dojna për një me dal pi xhenemit, a veç çashtu kalim të aty apo. Derisa nuk dojna shumë serioz me dal pi xhenemit, edhe mos më na donu Allahu xhelala, na edhe nuk e bëjmë punën për me dal. Për këtë arsye Aisha radhiyallahu anha i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ja Rasulullah, nëse un e zon natën e Kadrit, Allahu na mëson me zon ja Rabbul alamin. Nga se jena përpara, tash e kena. Pritet më kon nata e Kadrit. Ka thënë ja Rasulullah, me zon natën e Kadrit, çka mu lut? Çka mu lut? Sepse Aisha ka ditë boll, ama të e pas doktorin më të madh aty pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai cili ka ardhur mi shëru shpirtat e njerëzve, e ka pyet. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, shikoj se ndonjëherë hadithet vijnë shkurtra. Apo, ama kallzon se duaja edhe lutsi a serioz. Apo, ka njëherë ti e gjenë atash, paramendoj për shumë njëri në spital të e prit operimin. Ti ai nuk fol hiç, ama i gjendja vet fol. Ai me shpirtin të kallzu, o Zot, shpëtoje, o Allah liroje. Apo, sa e respekton doktorin i cili ka bë operacion, se o Zot shpëtoje. Tani, çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha o Aisha, nëse e zën natën e Kadrit thuaj, Allahumma
inneke afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ka thënë, o Allah, thuj kështu, o Zot, ti e falës, ne e përkthejmë ti e falës. Është diçka tjetër. Afu çka është? Na në gjuhën tonë ka njëri përkthejna. Mirë po, të ndërum xhamatli. Gjuha arabe është një oqean. Gjuha arabe është oqean, e dinë o gjallar. Oqeani i madh. E tash për shembull oqeani, a e za çtu? Çtu a e za oqeanin? Çike çishe. Nuk e za. Edhe me mor një kazan prap nuk e za. Edhe çtu këtë xhamir me blu prap nuk e za sa oqeana. E gjuha arabe është oqean. Allahu që ka zgjedhur gjuhën arabe për me zbrit librin e fundit, Kur'anin famullar. Andaj Allahu shpesh lavdron Kur'anin e vet, arabijen. Gjuhën arabe pse sa oqean? Është një gjuhë e cila nuk përthekohet lehtë, është shumë e madhe. Vetëm studiuesit e përpiqet të dinë sa e fuqishme. Andaj ka thënë thuaj, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Çështu ka thënë thuaj. Ama serioz thuje. Ka thënë thuaj, o Allah, ti je afu. Afu çka është? Ai i cili ta fshin gjunajin, ta fshin, si mos më paskon, s'ta përmen kur, edhe shpërblen sikur mos më pas gjunaj e heq. Pra, ti ki po gjuna. Një, ajo ka met, shenj, ajo ka është ndëshkim, ajo helmin e vetë ka. Andaj, afu, o Allah ka thënë, ti afu, ti e ki emrin i cili e shlin gjunajin, e hek efektin, sepse helmi ka efektin e vetë, gjunaj ka efektin e vetë. Andaj ka thënë, thuj, o Allah, ti je afu, ti e do këtë pun. A mund të paranojnë të ndërruar xhamatli, Zoti do me ta fal. Apo, a ki po kur i thu dikujt, o, për shembull, a ki po profesorët e kanë këtë problem me ata nxënësa që s'mësojnë. O, thot veç në të vene në provim ta veti une. O, une du me ka përcima, i s'bo ven hiq. Allahu gjërë thot, o, veç hajde në gjami, o, ta fali veç pak, hajde. Ama lute pak, lute Zotin Gjelle Gjelalu. Shikoj njerëzit për pak e për shumë kësa i bote, sa e lutin. Thot pi kurbe jam të lut filanin me mështim, me mashti gjallin pun. A i të lut, E Allahu në e ki lut. Rabbul Alamin në e ki lut. Andaj në Ramazan du të mësojt të ndëruar xhamatli seriozitetin. O Allah, ti e falës, e don faljen, shlimi gjunahët, largomi gjunahët. Gjunahët kanë temperaturë të ndëruar xhamatli. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, o Allah, pastrom me çka? Me ujë të ftoft. Pse me ujë të ftoft? Për me ul temperaturën e gjunahit. Apo, për me ul temperaturën e gjunahit. Kjo është e para që duhet ta mësojmë të ndëruar xhamatli nga Ramazani. Cila është? Serioziteti. Bëhu serioz. Nuk i takon besimtarit mos më kon serioz. Nuk i takon, për shembull të ndëruar xhamatli. A e merr dikush një punëtor në firmën e vet, çka është serioz? A ka për shembull doni kontratë dunja, shefi me punëtorin, edhe për shembull për orarin e punës, edhe për shembull ki i cili o punëtor më thon, edhe unë kam merak për shembull 3 saat pi kafe, 2 saat pi cigare, etj, edhe një 2-3 saat kiri televizor, çka i thotë ti, s'pi këto, s'punon ti. S'munësh me punue. E të ndëruar xhamatli, na besimtarët kemi marrëveshje me Zotin. Akt. Apo, na thonë ashhadu an la ilaha illa Allah. Dëshmoj se nuk ka Zot që meriton adhurimin përveç Allahut. Kjo dëshmi ka çfarë? Ka obligime të veta, të drejtat e veta. Andaj, a kemi nënshkruajtur në kontratë, jena hajgarëxhi? Jo. Argëtus? Jo. Zbavica? Jo. Çka? Kemi shkruajtur ya ayyuhalladhina amanu. Allahu çish na thirr, ecni ju shka keni dhënë dëshminë. Pse ti tu ninu edhe 6 miliard njerëz nuk i ninojnë? Pse? Se ti keni nënshkruajt. Unë ninoj. Unë falna. Unë jap zekat. Dikush thot për shembull, unë u kënaqa, parët si pastroj hiç, po ti ki me hek. Apo, nëse njëri për shembull të ndëruar xhamatli është i puncuar me një firmë dhe merr parë, normal edhe lodhet. Njëri rrit tan ditën dhe as nuk lodhet, ai lodhet shpirtërisht, por nuk lodhet fizikisht. A ka drejt ki çka sa i puncuar i thon tina, valla u dërmove krejt, u lodhe këtë. Jo, thot, po ti nuk ki fitim. Andaj na besimtarët lodhemi, ama për seriozitetit që ka mësojnë për Ramazanit është se ne i përbahemi marrëveshjes. Kjo është e para të ndëruar xhamatli. Ti përbahemi marrëveshjeve tona me Zotin ton. I ki thon Allah, ti je Zoti jam, rri mas. I ki thon Allah, unë jam robi jot, rri mas. I ki thon Allah, ti o Zot, çka të murdhnosha e mirë, e çka të ndalosh na e keqe. Kjo është Zoti. Kjo është me e kuptuar se Allahu xhelalu ala e kije Zot. Tjetra, çka mësojnë ata të ndëruar xhamatli prej Ramazanit. Ramazani ka shumë mësime. Për mësimet që ne mëson Allahu te bareke ve teala, cila të ndëruar xhamatli, Ramazani garanton çfarë? Garanton me pak punë shumë lera. Andaj Allahu xhelalu në vargun e Ramazanit, Ramazani e përmend vetëm në surën Bakara.
Ja ju alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, ajeti parë. Ayam ma'dudat, ajeti dytë. Shahr Ramadan, ajeti tretë. Wa idha sa'alaka ibadi, ajeti katër. Uhilla lakum, ajeti pestë. Që ton 5 ajete edhe ka përfunduar agjërimin. Asnjë sure s'e ka përmendur me agjërimin. Asnjë sure. Kur e ka përfundu Allahu Gjelle Gjelaluhu agjërimin, çfarë ka thënë? Këto janë ajetet e Zotit. Ajete ka qujtë Allah i Ramazanin ka qujtë ajet. Kur kush dunjasën e ban Ramazan, veç Rabbul Alemini. E mirë, çka e ka bo këtë Ramazan? Linnasi, ayat linnasi la'allahum yattaqun. Ndoshta në Ramazan kanë mundësi me u pastrue. Para kësaj ka thënë ayam ma'dudat, ditë të numruara. A janë numrume? E 17 Taravi. Çfarë sa shpejt shkoj? E mirë, te Allahu a vlerësohen punë me shumë a me cilësi? Në mëson neve Ramazani. Te Allahu shkohet me cilësi të ndëruar xhamatli, jo me sasi. Çka do më thonë kjo? Do më thonë, kur matna diçka, edhe dojna me mat me precizitet, a e matna me ma shumë kilogram, a me ma pak, për shembull. A dallon kanari i artarit, edhe ati që ka punon me dukat, edhe me flori, edhe ati që ka shet patligjana pazar, a dallon? A e ki pa i patligjana me pak ma, qashtu që të kohë? A e qet 1 kilogram e 100, jo s'ka problem. Ama a i arit, gramin, miligram të matë, sepse sa ma e vogël, ama cilësia e nalt. A mund është mi thonë ti dikujna, që tu 1 kilo patligjana, ama 1 kilo altan? A thot, na meri? Jo, ka dalë ose 1 kilo altan, a lisa kushton, ta blenë kënë këndovën e blenë. Ama sa më shumë që vlerësohet me gramazh, vlera do më, kjo cilësia kësaj kanë më e madhe. E Allahu jo çfarë thot? 11 muaj që keni jetu komplet. A janë më shumë se Ramazani? Janë më shumë. Ama ayam ma'dudat, çeto ditë janë më të vlefshme se ato 11 muaj. Të ndërruam xhamatli, kur kënaqni ju më shumë, kur kënaqni na bash më shumë. A 11 muaj, a çket muaj? Çket muaj. A ka si Ramazani? A bën dëni herë si Ramazani? Wallahi me bo, këtë veprat e njëjta mi bo prapë mos Ramazan. Sepse cilësia është mat me pak, ama cilësia është e lartë. Andaj të ndëruam xhamatli, kjo çka më mëson? Se veprat e mira, edhe veprat që e kënaqin Allahu xhela i japin çfarë? Të paktës i japin bereqet, i japin shumë. 11 muaj ka je fal, 11 muaj ka ke agjëru nafile, 11 muaj ka ke bë vepra të mira, nuk vinë me ditët e Ramazanit. Për çfarë arsye? Ni me matën pak, ama janë shumë të Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj të Allahu nuk shkohet me grumull punëve, po shkohet me cilësit punës. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam hadith, kur ta baje dikush pi juve një punë, çka ka thonë? Le ta baje kutur, apo? Çish e bojnë ana? Jo. Çka ta baje? Ka thonë le ta përsose. Një punë pa banë mirë. Ka ardhur disa njerëz te Aisha radhiyallahu anha dhe i ka thonë oj nana besimtarve, a mundesh me na kallëzu për punën e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Për punën. Se shpeshar e kanë vetë qëfar njeri u kanë, historia e ti, cilësia e ti, karakteri ti. Kanë ardhë e kanë vetë që ka transmetuar Imam Muslimi në Sahihun e tina, i kanë thonë oj nana besimtarve, hajt përshkruna punën e pejgamberit e sëmë. Qëfar punë e ka pas? Apo? Qështë e ka përshkrujt? Ka thonë kane ameluhu dime. Që kjo dime është shumë interesant. Na i thojna në gjurën tona, e përdojna imamët davam. E që kjo dime, që ka do më thonë të nëruar xhamatli? Shpesh herë pejgamberi sa ka bëu do vepra, apo edhe i ka vazhdu gjithmonë, e ka rujt cilësirë. Ka punu me cilësi pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj shpesh herë ju thonë të disa sahabive, ki ka punu pak, ama ka fitu shumë. Ki ka punu pak, a ka fitu shumë. Na atje jemi të shpjeguar në xhamin ton historinë e Musait alayhi salatu wassalam. E këtu na duhet vesh një uazim. E kanë pyetur Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhu, djalin e Haxhit pejgamberit sa i cili ka ditë komentin e Kur'anit. I kanë thonë kështu: "Çeto sihirbazat që kanë dalë me Firaunin, edhe mu ballaqu me Musa, a janë bë musliman po?" Ka thonë: "Shka puna tëne? Ai ka vrarë Firauni?" Ka thonë: "Po i ka vrarë." Midis ditës i ka vrarë. 83.000 sihirbazë i ka vrarë. Ama shumë më interesant, ka thonë Abdullah ibn Abbasi, në Sabah janë konë qafira, mas dreke besimtar edhe shahida. Në Sabah janë konë qafira, s'kanë besu. Midis dite kër janë takua me Musa alayhi salatu wassalam, Sabah, qfar? Kanë shku qafira, të e bo debatin, tu përla me Musajn, kanë besu ka Musaj, i ka varë edhe i ka mitë Faraoni. Qa ka bo? Mrena ditës, ama cilësia e veprës.
Qatë ditë e kanë la ke gjunajnë e tanjetës. Me çka lahat? Me cilësi. Duhet mi tregu Zotit tanë te bareke ve teala se me të vërtet punën e ban mirë. Kur të bish sejdë, mos u gut. Kur të bish ruku, mos u gut. Kur të bash dua, mos u gut. Kur ta bash një punë banë mirë, Allahu don me e bani puna më banë mirë. Andaj na mëson neve të nderuar xhamatli Ramazani çfarë? Cilësinë e veprës. Cilësinë e veprës. Rritë standardin e veprës. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, shpesh herë, por shembull ju mund ta vani këta me monedha. Apo a janë 60 dinar tonat me 60 euro? A janë një numër? Ama cilësia e rrit. Çka e bën 60 me 60 dallim? Çka e bën dallim? 60 dinar të tonë nuk janë si 60 euro. 60 dinar të tonë nuk janë 60 frank. A mund është të dikujt i vesh mirë, mund të thonë, bëmi 60 dinar ti jap 60 franka. A ban çështu? E s'ka mundsi. Andaj te Allahu matën gjërat me cilësinë e veprave. Për ndryshe, sa kena na imër për me fitu xhenetin Allahu xhelalu ala? 15 vjet simbilik, shkum 15 vjet. 15 vjet të matën hiç. Apo 8 sahat gjum, normal, me tonë mos e mat, runa Zot. E mirë, 15 shkun, merë standardin 70 vjet. Apo hekja 15. Apo hekja 15. Hekja 8 sahat gjimsën e imrit, apo 1/3 e imrit, apo heki ka 2-3 sahat në restorane, heki ka 2-3 sahat në qajtore, heki ka 2-3 sahat se sën vina veti kur shona pi gjumit. Çka met për Allahun xhelle xhelalu. Andaj të nderuar xhamatli, ta ruajmë cilësinë e veprës, na duhet cilësi. Allahu lip cilësi. Andaj ka orë transmetime se pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë hadith, vijnë njerëzit para Allahut me namaz. Edhe Allah ja mbledh namazin, ja ban sikur leck, apo? Dini pa çavër çka i thënë ana. I leck, ja mbledh dhe ja gjum ftyr. Thotë më çetam kjo arte unë. Je lidh namaz mend pazar, je lidh namaz mend I ka pasë dërkon. Cilësia të nderuar xhamatli, ta rrisim cilësinë. Ramazanit mëson çish me rrit cilësinë e veprës. Tjetra çka na mëson Ramazani të nderuar xhamatli? Lania e bukës edhe ujit dhe marrëdhënieve intime. Çka na ka thënë Allahu me këta? A ka nevojë Allah me mlan mu ta nditë mos me pi ujë? Kur kjo domosdoshmëria jemja? Jo, s'ka nevojë Zoti me mlan mu ta nditën pa ujë. Po atë më kallzu diçka. Çka të më kallzue? A keni po në një iftar habitmi? Elhamdulillah, ma prap harojna se men. Për këtë arsye kanë pyet një dietar. Ka thonë çish dallon agjërusi pi agjërusit? Ka transmetuar Imam Ebu Hamid al-Ghazali në librin e tij. Ka thonë, a dallojnë agjërusi pi agjërusit? Ka thonë po dallon. Ka thonë çish dallon? Ka thonë njani pi agjërusve mendi ka a thu sot në iftar çka ka marrë gruaja. A do kena agjërus ama mendi ka çka ka me hangër. Ka thonë është një agjërus tjetër, ai thot a thu çka ka me hangër në xhenet. A dallon çiki? E të ndëruar xhamatli Zoti aty ta ndalu këta. E para me pi mesazhe kur ta ndalon ujin për me të kallëzuar kur ta pish, kush ma dha? Rabbul Alamin. Pse Zoti na thot mos me hangër 13 saat, 14 saat? Për çka nuk na thot? Për mos me harru se kur pe pi, se un pa habita tu pi non stop. Kur pe pi vazhdimisht. Andaj thot Ibn Hazmi rahimahullahu teala, shfrytëzimi begative të shumta me rutina të shumta e hub efektin e kujna e mirënjohjes për këta. A keni pa njerëz që janë rritën bollok, rritën zengina? Ai kujton se çështu duhet sa herë. Ka dalë ndërum. Ka dalë se bamaki babaja s'ka pas me hangër. Andaj kur ka ardhur një grua te pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe ajo ka çudit. Dhe ju ka dridh goja. Pitutës se pejgamberi njëri madh çka pi ban. I ka thonë oj nan. Ka thonë mos u mërzit. Ka thonë mos u mërzit. Edhe mos u tut pi mua, se un jam rrit jetim. Un kam hang buk bajat. Unë çiketash ka peset ti sot Medinë, çam kon gjithmonë çështu. Unë di s'kam pas s'kam me hangër. Apo kiçi kjo çka për kujtimi begatijës. Andaj të nderuar xhamatli, Ramazani don me nxjerr pi neve çka? Kur e ka përfunduar Allahu shehru Ramadan, si e ka përfunduar ajetin? Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. O ju njerëz, Allah I ka ujë shumë. Pse ta kanal? Pse ta kanal? A dikush për shembull thon, ju musliman zarë s'po keni ujë për sa 13 saat, s'po pini mos ani po pini. Jo, valla ka ujë sa dush. Po unë pe du kur ta pi ti falenderona Zotit. Kur ta ha bukën ti falenderona Zotit. Elhamdulillah valla që ma dhave. Sa pi njerëzve hajnë bukë kur qohen s'dish ka me than. A dini se pejgamberi sa kur ka hangër bukë çka ka than? Elhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana min al-muslimin. Elhamdulillah, falëndërimet pa fund janë për Allahun, I cili na ka dhënë me hangër, na ka dhënë me hangër.
Ajna jep me hangër të ndërum xhamatli. Mos harani Ramazani po do ti me të bë falëndërues. Ani haje, ani pije. Ama e kujna me të vetë ti dikujt më një herë, për shembull, që kjo shtëpi mashallah e kujna kana, na zakonisht elhamdulillah e kam drejt. Apo, a pse s'tu kjo begati Allahit? Kjo begati Allahit. Këtu ushka e pina begati Allahit. Këto të mirat sofrës janë begati Allahut. Kur doje mi merr? Kur doje mi merr? Argument që ti merr kura? Vorri, henti leket. Andaj Ramazani do pineve la'allakum tashkurun. Do shta keni më falëndërue. Na e keni pa zakonisht. A e dini çka do të thonë tashkurun? Ata gjuhë arabe shumë e gjanë. Shukr, shekarat i dabba, kur lopa trashët i thojnë shekarat. Apo na e përdorën në gjuhën tonë shqyr Allahit. A thënë ashtu? Falëndërimi Allahut. Çka i bie kjo? Na kur trashët dikush, realisht na nuk duhet mi thoni shnet, çem po na çdo i thojna. Mashallah i shnoshish. Realisht ka thënë Aliu radhiyallahu an, a mos prej këtë dikush që ka pak kilogram, që këtë ka pak kena. Ka thënë Aliu radhiyallahu an, ai i cili ka bark, ai smut. Apo, vetë doktori, këtë smujet vin pi barkit. E tani, kur njëri i shnosh me Kur'an, çisho, la'allakum tashkurun. Ndoshta ju keni mu shnosh me falënderim. Çi shnoshet njëri me falënderim vëzër? Kur i thot Allah faleminderit për ujin, faleminderit për shtëpinë. Në ditë për ditë të ndëruam xhamatlia ka marr ujin Omar Khattabi. Allah ka në vapë madhe. Edhe dini vapë madhe, kur uji ftoft këtu del djersa. Apo avullon. Edhe ka marr ujin edhe ka kajt. Edhe kanë thonë o prisi muslimanëve. Pse po kanë? Ka thonë më kujtuni ajetin Kur'an. Kur banorët e zjarrit nga vapa e madhe i drejtohen banorëve të xhenetit. Allahu na bëu penalt, jo pi poshtë Rabbul Alamin. Pi banorëve të xhenetit, jo pi banorëve të xhenemit. Ju drejtohen banorët e zjarrit, banorëve të xhenetit. E fidhu alejna min al-ma'i aw mimma razaqakumullah. I drejtohet banori i zjarrit, banori i xhenetit, thot o posh Zoti veç pak ujë beberëm. Omar Khattabi ka thënë më kujtu që kjo. Të ndëruam xhamatli, a na kujtohet na kur e pina ujin? O elhamdulillah. Elhamdulillah o Zot që na çove këtë ujë. Për këtë arsye Ramazani vjen për kujtuesit mirave, për të nxjerr prej neve falëndërues. Falëndero edhe kafën kur e pi Allah, thuaj elhamdulillah. Edhe kur del jashtë thuaj elhamdulillah. Edhe kur lirohesh thuaj elhamdulillah. Edhe kur ban banjë thuaj elhamdulillah. Nga se gjithçka begati Allahit. Edhe kur çon Allah e vlat thuaj elhamdulillah, ka njerëz kanë. Edhe që ki shtëpi një dhomë ki, po thuaj elhamdulillah. Edhe që të punojnë kam thuaj elhamdulillah, por gjithçka thuaj elhamdulillah. Ramazani vëllezër vjen për me na nxjerr neve njerëz të cilët thojnë elhamdulillah. Falënderimet i takojnë Allahit. Andaj Omar Khattabi janë tukajt se Allahu ka mëna vet për këtë. Ka mëna vet, Allah ka mëna vet. Ka mëna vet për begatit që na i kena shfrytzuar në këtë dunja. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, nëse Bajrami nuk na nxe mirënjohës, edhe falëndërues na nuk kena xhuruar. Ne duhet të jemi mirënjohës. A keni pa për shembull, ti merr kështu. A ke pa kur ta krin ti dikush një punë? Apo ti dikujt ja krin një punë? Edhe kur thot ai faleminderit, Allah është problem. Jam shumë mirënjohës që ma kryti këtë punë. Çiki njëri a dallon në njëri thot, "Ec." A dallon çiki? A dallon të ti e vladi i cili sillet mirë me ti, edhe vladi i cili nuk sillet mirë me ti? A dallon ai vladi jo që ti bie të gjot jergovantat të shtëpia, ai çka s'bie? A dini ato jergovantat? Ato që ja ndrojnë njerëzve me mene, me ke. E ato të jeshiltat, e ato të verdhat, ato të jergovantat. A e keni pa? Ai Haxhia për shembull shikoj 3-4 vlad, ai çka bie jergovantat thot me këtë s'ka. Me këtë s'ka. A dini pse çashtu Allah e ka fal njerin? Ai i cili është mirënjohës, ai i cili sjell, ai i cili ka begati, është më i dashur. Tani Zoti parët si duhet. Ama i duhet falëndërimi. Allah e do falëndërimin. Allahu do që ti thush Zotit faleminderit. O Allah, jam mirënjohës ndaj teje. Krejt pagesa, më e men. A keni pa na kur hinë në market? Na e bani Allah për zgjatjen. Kur hinë në market, ti veç blen, edhe në fund, pagun, apo? A mund del për pagujt? Vëllaj, 1 dinar s'po ta lajnë. E ki pa Zot një nëse ka mundësi 1 dinar. E mirë, kitë që të mira që e kena natë të ndërum xhamatli, me shka lahën të Allah. A ki pare mi lajnë? Andaj ka transmetu Imam Hakimi në Mustadrekin e tina, nga pejgamberi alayhis salam. A ka një njëri ka bëj ibadet 500 vjet. Su kanal të fal. Na 20 recate taravih na file o xho. Ma shkurt o gjo. Apo se unë nuk du në Firdaus, po ka dalë Allah Zoti Allah, nuk e dhe a ki dalë bizarmit, nuk du në Firdaus. 500 vjetë su kanal të falë.
Edhe Allah i ringjallë dhe nxjerr për para vetit. Thot pejgamberi sa Allah i thot: "Mat futnë në robin tëm në xhenet me rahmetin tëm." Ai thot: "Jo, jo Allah, unë i kam punët e mia. Punët e tua në rregull." Allah i thot: "Futnë në rahmetin tëm, jo punët e mia." Tretën ardhot mate. E nxjerr peshore. Allah i thot xhelle xhelalu: "Man janë nënsi, edhe hudh janë në anë peshorës. Edhe merr një ibadetin 500 vjet, fut një peshorën tjetër." Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Farajahatil ayn sini kama iran." Me çka i thua Allah, faleminderit që jam tu pa. Faleminderit që jam tu ni. Faleminderit që hangra buk e shijova edhe e nxjerri pa problem. Faleminderit që dora prek dhe shijon. Faleminderit o Zot për krejt të mira që na i ke dhënë. Allah e vesh nisan e kërkupi neve. Vesh me nisan. La'allakum tashkurun. Vesh tu i faleminderit. Vesh falu, që kjo pagesa. Se Zoti çka mund të jap ti Allahu xhelalu ala. Çka mund të jap? Andaj pagesa, ai tatimi i fundit që na me Zotin xhelalu me la borxhin, cili mi than Allahu faleminderit. Ramazani ka ardhur për ne na bë falënderues. E lutim Zotin e Madh në këtë mes të Ramazanit, me gjithë thasisi që i ka Zoti i Madh dhe rahmetin e tina dhe madhrinë e tina. Allahu t'i fal këtë gjunat tona ya rabbal alamin. Allahu t'na bën për falëndëruesve. Allahu t'na bën për atë që jemi mirënjohës ndaj begative të shumta të Zotit ton xhel xhelalu. Allahu t'na bën që atë pjesën që kemi kaluar të Ramazanit kish mi bë barëm kandidat për xhenetin e Zotit xhel xhelalu. E për pjesën që na ka mbet, Allahu t'na jap vullnet dhe t'na jap shëndet që ne të bëjmë adhurime, që të bëjmë agjërime, që të lexojmë Kur'an, që të japim sadaka, që të sillemi mirë dhe ta fitojnë rahmetin e Zotit te bareke ve teala. Edhe një herë lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu na udhëzon në rrugën e Kur'anit. Allahu na udhëzon në rrugën e Islamit. Allahu zemrat tona t'i ban zemra që i do Zoti i botrave xhel xhelalu. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu na mundson që ta ndjekim sunetin e më të mirit për njerëzve, Muhammed Mustafa sallallahu salatu wasalam. Ku ja kemi qollu ka qenë prej Allahut, Allahut na shpërblej. E kudo që kemi gabu ka qenë prej meje edhe prej shejtanit. E lutim Allahun që Allahu na fal. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu na ban të gjithë prej xhenetlive, na largon qafat tona prej xhenemit. Allahu ju shpërblet edhe një herë për vëmendjen edhe për dëgjimin. Zoti xhel xhelalu u apranov kontributet e juve, agjërimet e juve, taravit e juve. Zoti na mundsoft me bë bajram në dunja me shëndet dhe vullnet, e bajrami i madh inshallah në xhenetin e Zotit xhel xhelalu. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.